Ju gjatë jeta uroj të jeni mirë, dashur miq, takohemi sonte për të folur për konfliktin më të madh për planetit, ashtu siç e kemi bërë çdo natë, sepse asgjë tjetër nuk ka asnjë kuptim të merret vesh nëse nuk merret vesh kjo që është duke ndodhur pikërisht atje. Do të flasim sonte për lajme të mëdha, për zhvillime të mëdha. Jemi me datë 30 mars, mbrëmjen e 30 marsit, ora 21 e mbrëmjes. Mirë se vini. Në mbrëmjen e ditës së 17 të luftës amerikano-izraelite kundër Iranit, konkretisht më 16 marsin e vitit 2026, pra para pak ditësh, generali francez Michel Yakovlev, siç ju thash dhe mbrëm, i cili më parë ka mbajtur postë drejtuese në NATO, doli me disa deklarata shumë tërheqëse nga pikpamja e tij në një kanal francez që quhet LCI. Kjo ka ardhur në kuadër të komentit të tij, dhënies së një opinioni për kërkesën e presidentit amerikan Donald Trump, drejtuar europianëve dhe aleatëve të tij në Europë, që të ndihmojnë urgjentisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përballjen e tyre me Iranin dhe me iranianët, por edhe me milicit e tyre shiite. Sepse ata mbyllën ngushticën e Hurmuzit dhe lëvizjen detare dhe bllokuan për rrethojt gjithë ekonominë e botës. Yakovlev, i cili është shef në NATO shumë i rëndësishëm, e sheh Amerikën si të implikuar në një luftë të vështirë, dhe ai ka thënë se presidenti Trump, i cili është duke i ftuar vendet e NATO-s të bashkohen në këtë luftë, ai është një lloj si kapiteni i anijes Titanic, siç ju thash më brëm, që po përpiqet të shes disa bileta me një çmim të lirë për një darkë vallëzimi të shtrenjtë luksoze në bordin e anijes më të famshme të botës, pasi anija tashmë është përplasur me icebergun. Pra, shitja e biletës po bëhet pasi ka ndodhur përplasja me icebergun dhe kur anija është në prag të fundosjes. Në atë moment, prezantuesi i televizionit e pyeti generalin e lartë të NATO-s dhe i tha: "A është e vërtetë që kjo është situata tashmë në lindjen e mesme? A është e vërtetë se jemi në kuadër të një Titaniku?" Generali i NATO-s tha: "Po, kjo është situata, sinqerisht. Kjo nuk është koha e duhur," tha ai, "për të blerë një bilet dhe për të marrë pjesë në ballon e një shfaqje të një anije e cila është duke shkuar drejt një loje shumë të vështirë." Deklaratat e generalit të NATO-s konsiderohen qartësisht, pra në një farë mënyrë apo në një tjetër, reflektim i qëndrimit të aleatëve europian ndaj kërkesës së presidentit Trump për të bashkuar trupave amerikane në luftën kundër Iranit. Prandaj, Europa dhe aleatët vazhdojnë të thonë që ata nuk janë gati të shkojnë në një përballje të tillë, në kuadër të operacioneve ushtarake dhe bombardimeve amerikane për të hapur ngushticën e Hormuzit. Por çdo minutë situata bëhet akoma më e vështirë. Ky është një qëndrim që mbahet deri tani nga Europa në tërësinë e saj, jo vetëm nga Franca, por nga të gjithë aleatët. Ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius ka thënë se kjo nuk është lufta jonë, as lufta e NATO-s, as lufta e Europës. Nuk është ky qëllimi ynë në këtë moment. Të njëjtin formulim e ka përdorur edhe Keir Starmer atje në Londër. Ju e keni parë përplasjet e Trumpit me Keir Starmer. Kjo nuk është lufta jonë dhe ne nuk do të shkojmë të bashkohemi me një luftë, kanë thënë, e cila nuk është e jonë. Përse ndodh kjo? Qëndrimi i aleatëve të Shteteve Bashkuara të Amerikës në NATO ndaj thirrjes së Trumpit për t'u bashkuar bombardimeve e ka shtyrë presidentit amerikan që shpeshherë të ushtrojë sulme të jashtëzakonshme ndaj tyre. Dhe ai ka theksuar se kurrë nuk ka për të harruar këtë qëndrim. Pra, Amerika i ka thënë Europës: kurrë nuk kemi për të harruar këtë qëndrim tuaj. Por kjo në fakt nuk e ndryshoi faktin se amerikanët kështu apo ashtu shan apo nuk shan. Ata ishin të vetëm përballë Iranit, përballë problematikës më të madhe të planetit, që është mbyllja e ngushticës së Hormuzit.
Një problem të cilin Amerikanët e kanë shumë të vështirë ta zgjidhin vetëm. Kjo jo vetëm për shkak të vendosmërisë e Iranit për të qëndruar në këmbë, por edhe për arsye të pranisë së Kinës dhe të Rusisë në këtë lojë, ju e dini. Trump ka provuar shumë zgjidhje për hapjen e ngushticës, përpara lëvizjeve detare, por të gjitha formulat që Trump zgjodhi deri tani nuk patën asnjë sukses. Qëndrimi i fundit dhe strategjia e fundit që zgjodhi Trump për të zgjidhur këtë problem ishte strategjia e bombardimit centraleve energjetike në qoftë se nuk do të hapte ngushticën brenda 48 orësh. Kërcënoi, shtyu kërcënimet, kërcënoi, shtyu kërcënimet dhe sërish. Para përfundimit të kërcënimit, u tërhoq Trumpi nga kërcënimi dhe tha se ne jemi duke bërë bisedime me Iran. Pra ai e deklaroi gjithë botës se kishte tashmë të mundur që të arrinin një marrëveshje me iranianët. Brenda pak ditëve dhe sërish tashmë është rikthyer tek kërcënimet e tij. Çfarë do të thotë kjo deklaratë e Trumpit? A mund të ndryshojë faktet në terren? Deri në këtë moment që po regjistrojmë këtë emision, asgjë nuk ka ndryshuar. Ngushtica vazhdon të jetë e mbyllur. Forcat e marinsave amerikan janë duke mbritur ose kanë mbritur në këtë moment. Kanë mbritur në lindjen e mesme. Dhe po bëhen gati të marrin urdhrin e fundit nga Pentagoni dhe nga presidenti Trump. Ndërkohë iranianët i presin dhe i kanë ngritur pusin, i kanë ngritur kurthin, i kanë ngritur gjitha përgatitjet që ata duhet të bënin për këtë. A do të shkojë Donald Trump, do të vazhdojë me kërcënime, apo do të shkojë në negociata? Orët e fundit po e mbajnë botën në siklet, në një vështirësi dhe po e mbajnë të mbaj frymën fort. Cilat do të jenë rezultatet e këtyre përpjekjeve? Do të kemi sukses në shpartallimin e Iranit apo do të shkojmë në një kurth vetë shkatërrues apo mision vetvrasës në të cilin Donald Trump po futet? Këtu është një pyetje shumë e rëndësishme. Cilat janë pasojat e kësaj përpjekje? Pra, nëse ndodh ky moment dhe del situata nga kontrolli, çfarë ndodh me botën? Do ta flasim minutë pas minute, hap pas hapi, bashkarisht të gjithë ju që më shihni për herë të parë. Unë jam Krishnik Osmani, ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu. Jeni të lutur të bëni subscribe, share kanalit dhe ta çoni atë tek pjesa tjetër e shqiptar. Në 20 marsin e 2026, Departamenti Amerikan i Thesarit merr një vendim shumë të rëndësishëm, nga më të çuditshmit që mund të kemi dëgjuar ndonjëherë, dhe unë ja kam shpjeguar të disa net më përpara. Departamenti Amerikan i Thesarit mori vendim që kishte parë, pra ishte njohur me vendimin politik të Amerikës për të zbutur sanksionet ndaj naftës së Iranit. Çfarë ishte ky vendim? Vendimi i lejonte Teheranit të shes rreth 140 milion fuqi nafte të papërpunuar dhe e cila ishte magazinuar në det. Irani mund ta shiste dhe mund të bënte gjithçka. Ju a kam treguar përpara 3 netësh në tregjet ndërkombëtare. Pak ditë pasi u mor ky vendim në Washington, një kompani që operon kompleksin më të madh të rafinimit naftës në botë ka bler nga kompania e naftës së Iranit 5 milion fuqi naftë. Dhe ajo e ka tashmë të dokumentuar këtë. Ku qëndron çudia këtu? Kompania indiane, në fjalë, ishte ajo që e bleu naftën e Iranit premium, ose me një shtesë prej $7 për fuqi mbi çmimin e Brentit. Pas një diskutim, ky ishte shoku më i madh i sezonit. Nafta iraniane, që deri disa ditë më parë shitej në treg me zbritje të madhe, sepse kishte sanksione, dhe në mënyrë sekrete dhe kontraband, dhe fshihej origjina e saj, dhe që askush nuk e blinte në tregjet ndërkombëtare përveç kinezëve, sot ajo është duke u bler në tregjet ndërkombëtare me çmimet e tregut.
çfarë është duke ndodhur? Në qoftë se dikush para luftës do të thonte se Irani do të arrinte vetëm brenda pak ditësh të mund të shiste naftën e tij me premium gjatë luftës dhe në të njëjtën kohë kur ishte mbyllur ngushtica e Hormuzit dhe në të njëjtën kohë kur nafta e vendeve të gjirit është e bllokuar brenda ngushticës së Hormuzit, sigurisht ne do të na akuzoni si njerëz të çmendur. Askush nuk do ta besonte këtë. Por ky tashmë është fakt. Është fakt dhe ka ndodhur në sytë e gjithë botës dhe në sytë e gjithë njerëzimit. Ndërkohë që Trump po shkon atje me ushtri. Po çon atje ushtarët për të marrë goditjen finale. Në këtë moment kur mor ky vendim politik në Pentagon, në Washington, Departamenti Amerikan I Thesarit ngriti disa pyetje. Si është e mundur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat zhvillojnë bashkë me Izraelin luftën e vdekjes, luftën e Armagedonit, luftën e kasapanës madhe, me qëllim shpartallimin total të regjimit të Iranit apo të rrëzimit të pushtetit ajatollahëve, si është e mundur që të marrin vendim për të lehtësuar brenda luftës dhe ta lejojnë një shtesë, një shitje prej 14 miliard dollarësh, në kohë kur çmimi I fuqisë në botë ka arritur $100 për fuqi, për berik. Sekretari Amerikan I Thesarit Scott Bessent, në një përgjigje të kësaj pyetje, është përpjekur të paraqesë çështjen si një hap gjenial dhe inteligjencë strategjike të jashtëzakonshme nga ana e administratës Trump. Po ç'ishte ky qëndrim I Thesarit Amerikan? Scott tha se 140 milion fuqi nafte të Iranit për tregjet ndërkombëtare vijnë sepse duket qartë. Do të ulim presionin mbi tregjet globale të energjisë për shkak të shitjes së kësaj sasie të Iranit, naftës Iranit. Pra, në një farë mënyrë, sekretari I Thesarit tha, ne do ta lejojmë të shitet kjo naftë pikërisht kundër Iranit, në mënyrë që të arrijmë të stabilizojmë tregjet globale, në mënyrë që Irani mos fitojë, sepse fitoria e Iranit është kur tregjet globale destabilizohen dhe Irani fiton pikë në tryezë, sepse tregjet janë ato të cilat I bëjnë presion presidentit Trump, administratës amerikane dhe asaj të Izraelit për të ndaluar luftën. E thënë më thjesht, amerikanët e kuptojnë qartësisht se arma më e fortë që ka aktualisht Irani në këtë moment është ajo që ne ju kemi thënë për natë. Irani tashmë ka zbuluar armën e tij bërthamore. Arma më e fortë e Iranit është ngushtica e Hormuzit. Irani ja del nëpërmjet ngushticës së Hormuzit të hedhë erë tregjet globale dhe të hedhë në erë të gjitha dinamikat socio-politike të cilat diktohet direkt nga ekonomia. Në përpjekje për ta zbutur këtë krizë, amerikanët janë të gatshëm të hedhin në treg edhe naftën e diallit, edhe naftën e Rusisë, edhe naftën e Venezuelës që tashmë e kontrollojnë, por edhe naftën e Iranit me cilën po përballen. Sepse kështu ata mendojnë se mund të ulin efektivitetin dhe ndikimin e Iranit në tregjet globale duke bërë presion mbi tregjet e energjisë, nëpërmjet ngushticës së Hormuzit. Prandaj ky shihet si një hap tolerancë për Iranin kundër Iranit. Nga ky këndvështrim, pra, ne shohim gjithashtu sepse amerikanët e kanë mbyllur një sy dhe një rinë vesh për sanksionet e Vladimir Putinit, I cili sot po fiton $500 milion në ditë nga nafta që është duke shitur Putinin në tregjet globale. Pasi është mbyll ngushtica e Hormuzit. Unë ju thash, Putini është ndër përfituesit më të mëdhenj të kësaj lufte. Bllokimi I naftës në Hormuz hap tregun botëror për naftën ruse. Amerikanët munden, nëse duan të ndalojnë cisternat e naftës iraniane, pasi dalin nga ngushtica e Hormuzit, ndetin Arabik ose në Oqeanin Indian, dhe në qoftë se duan ta bllokojnë naftën
e Iranit, mund ta konfiskojnë atë, ose madje edhe ta godasin fort. Një lloj siç bëjnë iranianët me cisternat dhe naftmbajtëset të cilat tentojnë të kalojnë pa marrë leje nga Teherani. Pse nuk i godasin Amerikanët këto anije? Ata nuk e bëjnë këtë, sepse është në interesin Amerikanëve që rrjedha e naftës iraniane të shkojë drejt tregjeve ndërkombëtare. Sepse mungesa e kësaj nafte në ato tregje do të çonte në rritjen e çmimeve dhe do të çonte në një krizë akoma më të madhe brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe në tregjet globale. Dhe nafta do të shkojë më shtrejt se çmimet aktuale. Kjo është gjëja që urren dhe që ka më shumë frikë se gjithçka tjetër presidenti Donald Trump në një vit zgjedhor. Rritja e çmimeve të energjisë, veçanërisht brenda Shteteve të Bashkuara, është mallkimi i çdo presidenti amerikan i cili ka zgjedhje dhe është në një vit elektoral. Në këtë moment, çmimi mesatar i një galoni benzine në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është diku te $4 plus minus, ndryshon nga situatat dhe shtetet. Dhe ky është niveli më i lartë i regjistruar prej disa viteve. Dhe ai çmim pritet të rritet akoma më shumë, në qoftë se Irani vazhdon të mbajë të mbyllur ngushticën e Hormuzit. Prandaj, këtu bëhet e qartë se hapja e ngushticës së Hormuzit është imediate për administratën Trump dhe një objektiv që presidenti amerikan do të përpiqet ta bëjë me çdo çmim, me çdo kusht, me çdo faturë. Deri tani nuk ka arritur ta realizojë këtë. Sepse iranianët dhe pas tyre kinezët dhe rusët kanë marrë vendim të tërheqin Amerikën në një fushë me balt, në një kënet me luc, dhe ajo kanë ngecur aty. Kjo e ka tronditur Trumpin dhe e ka bërë atë që të bëjë deklarata të cilat nuk kuptohen qartësisht. Në 15 mars, gazeta New York Times e ka cilësuar presidentin amerikan të frustruar, të lodhur, të tronditur, dhe e ka konsideruar si turbulente marrëdhënien e tij me shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, generalin Chen. Ata nuk janë në gjendje ende të marrin një përgjigje nga komandanti i forcave të armatosura të Amerikës se si mund të hapet ngushtica e Hormuzit pavarësisht vullnetit të iranianëve. Edhe pjesa tjetër e mediave të shtypit dhe mediave amerikane i referohet situatës si shumë komplekse dhe ata mendojnë se shumë pak ushtar iranian mundet ta bllokojnë dhe mundet ta mbyllin, ta ngrinë ngushticën e Hormuzit. Nëpërmjet varkave të shpejta, të cilat lëshojnë raketa që mbahen në shpatull, ja kam shpjeguar edhe më parë. Drejt i godasin cisternat e mëdha, që ecin shumë ngadalë, ose duke vendosur një minë ngjitse në trupin e anijes, ndërkohë që ajo kalon nëpër ngushticë. Anija kalon, vjen i ve minën ngjitse dhe e hedh në erë. Kjo do të thotë se shoqërimi nga anijet amerikane i anijeve që kalojnë ngushticën e Hormuzit nuk e rikthen dot lundrimin normal në ngushticën e Hormuzit. Sepse iranianët mund të godasin lehtësisht çdo anije që kalon nëpër ngushticë. Edhe nëse ajo është në mbrojtjen e marinës amerikane. Dhe nëse ndodh një incident i tillë me një anije, pjesa tjetër e anijeve, ju duhet ta keni parasysh, nuk do të rrezikojë as pak. Nëse një ngjarje apo një incident i tillë ndodh me një anije, pjesa tjetër e anijeve as nuk do të guxojnë që të hyjnë dhe ta provojnë të njëjtën gjë. Prandaj, shoqërimi i naftëmbajtësve të mëdha
nga anijet e marinës amerikane nuk e zgjidhin çështjen dhe nuk e krijojnë kushtet për hapjen e ngushticës së Hormuzit. Çfarë na sjell kjo? Sigurisht, duke supozuar që vetë flota amerikane do t'i afrohet shumë pranë ngushticës së Hormuzit ose brigjeve iraniane, shohim dhe presim të kuptojmë cili do të jetë reagimi i iranianëve në rast se ky skenar ndodh. Ngushtica e Hormuzit, miq të dashur, aktualisht përfaqëson pikën strategjike më të rëndësishme të planetit, por edhe një pikë e cila është duke i vënë në vështirësi të mëdha amerikanët, marinën, ushtarakët, sepse Irani zotëron një arsenal të madh raketash kundër anijeve. Mjete sulmuese të shpejta detare kundër anijeve dhe pas një diskutim ka mjete detare pa pilot, të cilat i mundsojnë Iranit të godas çdo lloj njësie detare e cila mund të afrohet aty. Kjo përveç arsenalit të minave detare, që është shumë i madh gjithashtu, dhe të cilin iranianët e kishin përgatitur për këtë moment. Ngushtësia e kanalit Hormuzit ka avantazhe dërmuese ndaj çdo pale sulmuese dhe në qoftë marina amerikane, e cila është pa asnjë diskutim forca detare ushtarake më e fuqishme në planet. Ngushtësia e kanalit me 33 kilometra në rastin më të mirë tregon që është shumë e ngushtë, por jo e gjithë hapësira është e disponueshme për lundrim, jo të gjitha kilometrat. Ngushtica ka vetëm 2 korridore të lundrueshme. Njëri në veri pranë Iranit me gjerësi 3.7 kilometra, i dedikuar për anijet që hyjnë në gjirin persik, dhe kanali tjetër i lundrueshëm është nga ana tjetër, i dedikuar për anijet të cilat dalin nga gjiri, pra një anë hyn, një anë dalin. Ndërmjet këtyre 2 korridorëve është një zonë ndarse, ndërmjet korridorëve që është 3.7 kilometra. Aktualisht, në momentin që ne po flasim, Irani e ka mbyllur korridorin nga ana e shtetit të Omanit, dhe anijet që i lejon të kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit i detyron me qef apo pa qef që të kalojnë nga kanali nga ana e Iranit. Pra, ngushtësia e ngushticës nga njëra anë dhe prania e terreneve malore të vështira në anën iraniane të gjeografisë, çfarë bëjnë? Mundsojnë iranianëve të fshehin armën dhe bëjnë të pamundur marinës amerikane të manovrojnë, dhe raketat e dronët iranian mund të bëjnë sulme të jashtëzakonshme në momentin që ata mund të tentojnë të hyjnë në ngushticë. Kjo e bën ngushticën një mjedis ideal për Iranin, dhe përmes kësaj ata mund të kryejnë një prit ndaj marinës amerikane. Në fakt, këtë, se mos kujtoni se po ja them unë, këtë e thonë vetë ekspertët amerikanë, të cilët unë po i lexoj çdo minutë me shumë kujdes. Në një studim të publikuar në vitin 2009, Colin Carl Boynton, nga Kolegji i Luftës Detare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, theksoi se hapësira e kufizuar e luftimeve bregdetare e disponueshme në ngushticën e Hormuzit apo në ngushticën e Trumpit e ka shndërruar ngushticën në një mjedis teknikisht shumë të vështirë për marinën ushtarake amerikane. Sipas të njëjtit specialist amerikan, kjo i bën iranianët të etur për ta tërhequr marinën amerikane drejt ngushticës, duke e konsideruar atë
si vendin e vetëm ku ata besojnë se mund të arrijnë sukses ushtarak ndaj amerikanëve. Në pjesën tjetër kanë zero mundësi të arrijnë sukses sepse ka bombardime të fuqishme nga ajri. Sipas fjalëve të Boynton dhe analizës së tij, shoqërimi nga marina amerikane ushtarake i anijeve që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit dhe përpjekja për të mbrojtur ato anije, nuk ka asnjë diskutim që do të ekspozojë anijet luftarake amerikane ndaj rrezikut të shkatërimit dhe në fund nuk do të arrijë të reduktojë ndjeshëm rreziqet me të cilat përballen anijet tregtare që do të kenë për synim të kalojnë ngushticën e Hormuzit. Për këtë arsye, amerikanët në ditët e fundit të konfliktit janë duke përpjekur të krijojnë një koalicion ndërkombëtar, pra koalicionin për cilin po flasim çdo ditë. Ky koalicion i cili duhet të bëjë gjithë bashkë perëndimin për të hapur ngushticën e Hormuzit dhe ka ftuar gjithë dynjan aleatët përpara të huajve dhe i ka thënë duhet të vini këtu. Por deri në këtë moment askush nuk i ka kthyer përgjigje. Sepse të gjitha palët e din shumë mirë se ngushtica e Hormuzit në këtë moment konsiderohet një zonë e vrarë, një zonë vdekje, një zonë jashtëzakonisht e rrezikshme. Sigurisht, loja është më e madhe se kaq, por ne po shohim atë që duket. Ka raporte sot që flasin qartësisht për mundësinë që amerikanët të drejtohen drejt kontrollit të Bregdetit iranian, që shikon nga ngushtica e Hormuzit. Por në të gjitha rastet, ky është gjithashtu një mision shumë i vështirë. Sepse edhe ky ka kërkesat e veta si mision. Kërkon dislokimin e forcave detare të mëdha amerikane në tokë dhe në fund askush nuk është e sigurt se do të ishte 100% efektiv. Sepse pavarësisht thellësisë brezit bregdetar të Iranit, që amerikanët do të tentojnë ta kontrollojnë, iranianët do të vazhdojnë të kishin aftësinë për të goditur anijet që kalojnë në ngushticën e Hormuzit nga brenda territorit të tyre, fare pa padur nevojë që të jenë fizikisht në ngushticën e Hormuzit. Prandaj, ideja e hapjes së ngushticës së Hormuzit me dhunë dhe pa negociata, ose përmes kontrollit të drejtë për drejtë, vazhdon të jetë pothuajse mision shumë i vështirë, mos themi i pamundur, të paktën për momentin. Çfarë po bën Trump? Trump dhe amerikanët po mendojnë tashmë një opsion tjetër. Cili është opsioni tjetër? Po mendojnë të kontrollojnë ishullin iranian, kargun, pra, ishullin e rëndësishëm, të cilin ju kam folur që është ishulli më i rëndësishëm i Iranit, ku kalon 90% e naftës së Iranit. Më datën 20 mars të këtij viti, Axios zbuloi se administrata amerikane Trump ka shqyrtuar plane për rrethimin dhe pushtimin e ishullit Karg, siç ju kemi shpjeguar gjatë gjithë këtyre ditëve, dhe kanë menduar këtë si një strategji për të hapur ngushticën. Edhe një herë këtu ne duhet të ndalemi se pse amerikanët dhe iranianët e shohin shumë të rëndësishme kapjen dhe kontrollin e ishullit Karg. Fillimisht, ai është një ishull që ja kam thënë është 20-25 km2, është në ujërat e Egjirit dhe është diku 25 km larg brigjeve iraniane. Në vitet 50 të shekullit që shkoi, iranianët kanë vendosur që në këtë ishull të ndërtojnë infrastrukturën për ruajtjen dhe eksportimin e naftës së tyre, sepse ishulli ofron shumë avantazhe strategjike dhe taktike për logjistikën. Këto avantazhe nuk ekzistojnë, avantazhet që ofron ishulli Kargut nuk ekzistojnë në pjesën tjetër të brigjeve të Iranit, sepse brigjet e tjera të Iranit nuk janë mjaftueshëm të thella
në mënyrë që të hyjnë cisternat e mëdha naftëmbajtëse dhe të ankorohen aty dhe të furnizohen me naftë. Në kalimin e viteve, iranianët investuan në ishull, e përmirësuan ishullin dhe ndërtuan aty tubacione shumë të rëndësishme, të cilat lidhin fushat kryesore të naftës dhe të gazit me ishullin. Pra, nafta dhe gazi i Iranit kalonin nëpërmjet tubacioneve dhe mbrinin ishull për të mbritur tek cisternat e mëdha dhe tek anijet e mëdha naftëmbajtëse. Kjo sepse terminali i eksportit në ishull është përgjegjës për rreth 90% të eksporteve të naftës së Iranit. Dhe 90% nuk është humor i naftës së Iranit. Duke qenë se Irani, si vende të tjera naftë prodhuese, varet dhe gaz prodhuese sigurisht, kryesisht nga të ardhurat që vijnë nga gazi dhe nga nafta, pra nga tregtia e energjisë, ky ishull që lidh sektorin e naftës iraniane me botën, është bërë arteria kryesore, është zemra që pompon gjak dhe jetë tek ekonomia dhe tek ekzistenca e Iranit. Par nga ky këndvështrim, Donald Trump ka vendosur me çdo çmim. Prandaj bëhet kjo luftë kaq e madhe tani, që ta marrë kontrollin mbi këtë ishull. Sepse ai duhet patjetër ta përdor këtë si një kartë të fortë. Kontrolli, sepse kush kontrollon ngushticën mund të vendosë kushte të forta. Në pamje të parë, kjo strategji duket e arsyeshme. Por vetë strategjia ka disa problematika, sepse duhet marrë fillimisht ishulli. Rrethimi i ishullit ka ardhur me qëllim ndalimin e eksporteve të naftës të Iranit, pra për të bllokuar ekonominë e Iranit, mund të çojë në rezultat kundërt me atë që administrata Trump po përpiqej të arrinte pak ditë më parë përmes masave, sepse mori masa, si tha Departamenti Amerikan i Thesarit, për të lehtësuar dhe për të qetësuar tregjet globale, Amerika i dha leje Iranit shesi naftën e magazinuar nëpër det. Pra, kur disa ditë më parë ti e lehtësove Iranin për të shit naftën për të stabilizuar tregjet, bllokimi i kargut në këtë moment dhe pushtimi i tij do të na çojë pikërisht në bllokimin e cisternave të naftës iraniane që dalin nga ngushtica e Hormuzit dhe bllokimin e shitjes nga Irani për klientët e Iranit, që kryesisht është Kina, dhe kjo do të destabilizonte sërish tregjet ndërkombëtare dhe do të ktheheshim tek pika e zero. Hapi i pushtimit të këtij ishulli në këtë moment, pra, shkon në drejtim të kundërt me atë që duhet ndodhë për tregjet, sepse pikë pari, nafta e Iranit do të dalë tërësisht nga tregu, dhe pjesa tjetër do të kemi ekspozim të frikshëm ushtarak ndaj objektivave amerikanë në gjirin persik, në Katar, në Kuvajt, në Arabi Saudite, në Emiratet Bashkuara Arabe edhe në Oman, sepse Irani ka përdorur strategjinë o digjemi të gjithë o jetojmë gjithë. 4 javët e para të luftës, objektet e naftës në rajon kanë qenë ato që janë goditur më të mëdha dhe kanë qenë objektivat kryesorë të palëve ndërluftuese në këtë luftë. Faith Birol, drejtori ekzekutiv i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, thot më shumë se 40 asete energjetike në 9 vende të lindjes së mesme, përfshirë Iranin, janë ekspozuar ndaj bombardimeve të frikshme, të jashtëzakonshme, ndaj bombardimeve shumë të rënda. Dhe kjo për shkak të konfliktit të fundit, i cili është duke ndodhur në rajon dhe përballë për shkak të kësaj përplasje të madhe. Ky nivel shkatërimi, çfarë mund të bëj? Ky mund të rritet me pushtimin e ishullit. Dhe kjo na çon në skenar jashtëzakonisht të rrezikshëm, që e vën në pikë pyetje vetë procesin e pushtimit të ishullit karg. Ndaj, këtu kemi një dilemë të madhe e cila e nervozon presidentin Trump.
e vë në ankth, sepse pushtimi i ishullit duhet të bëhet patjetër. Dhe ushtria amerikane mund të realizojë lehtë pushtimin e tij. Por mbajtja e ishullit është e vështirë. Të shndërrohet në një aset për Trumpin, përkundrazi mbajtja e ishullit mund të shndërrohet në një kurth dhe në një vetvrasje për vetë forcat e marinës amerikane. 1200 ushtarë kanë mbritur mbrëm aty në rajon. Konkretisht ka njësia ekspedicionare 31, që është nisur nga Okinawa e Japonisë, dhe më vonë do t'i bashkohen 2500 ushtarë nga njësia ekspedicionare 11, të cilët janë nisur nga San Diego, nga California. NBC News thot me 24 mars se presidenti Donald Trump ka urdhëruar dislokimin e më shumë se 1000 ushtarëve, ose pothuajse gjysmën e një brigade ushtarake, nga divizioni i 82 ajror i ushtrisë amerikane në lindjen e mesme. Dhe sot Donald Trump i ka përsëritur sërish. Ka thënë nuk ka më, do të fillojnë sulmin. Këtu bëhet fjalë në fakt për forcat e reagimit apo forcat e ndërhyrjes shpejt, të cilat përfshin afërsisht rreth 3000 ushtarë, të aftë për të dislokuar kudo në botë brenda 18 orësh. Në qoftë se amerikanët vendosin ta marrin ishullin e Kargut, pra ta pushtojnë atë, ka shumë gjasa që të gjitha këto forca do të zbarkohen me parashuta në ishull. Këto janë skenarët tani të orëve të fundit. Nuk ka anija amerikane që do të rrezikojë të hyjë në ujërat, anija ushtarake amerikane, në ujërat e ngushticës së Hormuzit. Nuk do ta marrin këtë rrezik. Prandaj do të zbresin nga ajri me parashut. Sfida e parë që do të përballen atje këto forca amerikane është se mungon elementi i befasisë. Si mungon elementi i befasisë? E gjithë bota e di që ata po shkojnë atje. Pra nuk ka element befasie. Dhe kjo i jep avantazh kujt? Iranit. Pse? Sepse ata janë përgatitur për të ndërtuar mine, kurthe dhe prita. Le të marrim skenarin sikur forcat zbritën atje në ishull dhe arrin të vendosin kontroll mbi ishullin. Çfarë ndodh më pas? A dini? Aty fillon sfida reale e Amerikës, e forcave dhe njësive speciale, forcave të ndërhyrjes shpejt, në momentin kur ata vendosin të qëndrojnë dhe të mbajnë në kontroll ishullin. Pikë pari duhet kemi parasysh të dhënat që na vijnë nga ishulli. Ka 20.000 civil iranian, të cilët do t'i konsiderojnë forcat amerikane si forca pushtuese. Së dyti, iranianët mund të djegin disa nga objektet e tyre të naftës atje. Pra mund të marrin vetë vendimin për t'i djegë. Për çfarë? Për të ndot atmosferën dhe për ta mbyt ishullin me tym. Tym i zi që buron nga flakët e djegjes së naftës. Dhe kjo në një farë mënyrë bllokon tërësisht shikueshmërinë e trupave amerikane. Prania e këtyre forcave atje dhe nevoja e vazhdueshme për furnizime, pra forcat amerikane do kenë nevojë për furnizime, qoftë nga ajri apo qoftë nga deti, do t'i bëj mjediset logjistike si avionët, helikopterët dhe anijet objektiva të sulmeve iraniane. Dhe kjo do t'ju mundsoj iranianëve të rrethojnë forcat amerikane në ishullin pranë brigjeve të tyre. Dhe këtu do të kemi nevojë pastaj për të dalë nga ishulli. Për këto arsye, miq të dashur, Haris Aman, ish oficer në ushtrinë amerikane, ka thënë dhe ka paralajmëruar, nuk ka thënë Krishniku, ka thënë Harisi, ka paralajmëruar se përpjekja për të kontrolluar dhe për të pushtuar ishullin Karg mund të jetë një mision gati vetvrasës. Pse? Në këtë kontekst, media amerikane ka caktuar burime të informuara, shumë të informuar, të cilat janë duke thënë qartësisht se disa zyrtarë të lartë administratës Trump janë të mirë informuar mbi vlerësimet e ushtrisë dhe të inteligjencës
për humbjet e mundshme që mund të ndodhin atje, në skenar të ndryshëm të pushtimit toksor të Iranit. Po të njëjtat burime amerikane, citoj, dhe thonë se vlerësimet tregojnë se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin ta pushtojnë ishullin e Kargut dhe përjedhojnë ta mbajnë atë në kontroll për një kohë të gjatë, humbjet amerikane në ishullin e Kargut ka gjasa sipas parashikimeve që të jenë të larta dhe të jenë të mëdha. Sepse në fazën e parë të pushtimit humbjet mund të arrijnë në disa dhjetra ushtar, por këto shifra pas një diskutim do të rriten ndjeshëm nëse Trump vendos ta mbajë ishullin në kontroll. Tu na del një problem tjetër. Kjo hapësirë, me gjithë rrezikun e saj të lartë, është një hapësirë e minuar në efektivitetin e saj, apo e dyshimt në efektivitetin e saj, për të detyruar Iranin të heqë dorë nga karta e tij më e rëndësishme që ka. Karta e fundit është ngushtica e Hormuzit. Irani nuk ka kartë tjetër. Bomba e fundit e Iranit është ngushtica e Hormuzit. Pra për iranianët, ngushtica e Hormuzit është jeta ose vdekja e tyre, është ekzistenca ose zhdukja e tyre. Dhe parë nga ky kundërshtrim apo nga ky kontekst, James Acton, bashkëdrejtori i programit politikës bërthamore, thot se kontrolli mbi ngushticën është bërë një pikë presioni shumë e fortë për Iran. Pse është bërë? Sepse është ekzistenca e tij. Dhe është gati e pa mundur, thot, ta imagjinojmë se ai mund të heqë dorë prej kartës së tij të fundit, kartës së tij të ekzistencës. Prandaj Trump është në vështirësi në marrjen e një vendimi final për këtë kontroll. Sipas tij, mbajtja e ngushticës e ka mbyllur, do ta komplikojë akoma më shumë betejën e luftës. Pushtimi i Kargut mund të sjellë pasoja të kundërta. Marrja në kontroll e qendrës kryesore të naftës së Iranit do të zhduk çdo stimul ekonomik që Irani mund të ketë për të lejuar kalimin nëpër këtë ngushticë. Pa diskutim që kjo është shumë e mundshme. Pushtimi i ishullit të Kargut, edhe pse duket në pamje të parë një objektiv interesant tërheqës për amerikanët, mund të çojë në rezultate katastrofike dhe krejtësisht të kundërta me ato që synohen. Prandaj, ekspertët amerikanë mendojnë se këtu mund të shkojmë në një situatë në cilën ishulli, edhe nëse është në kontroll amerikan, shumica e naftës iraniane do të jetë jashtë tregut. Forcat amerikane do të jenë të rrethuara në ishull, ngushtica mbetet e mbyllur, iranianët vazhdojnë të sulmojnë objektet energjetike në rajon, tregjet mbeten pa naftën e Iranit, presioni ndërkombëtar rritet. Rajoni ka ende objekte të rëndësishme energjetike, të cilat nuk janë shënjestruar deri tani. Gjë që ju jep iranianëve hapësirë për përshkallëzimin dhe hakmarrjen ndaj pushtimit amerikan të Kargut. Ky është një skenar që nuk dëshirohet kurrë, sepse çfarë ndodh nëse ky skenar realizohet? Do të ketë pa diskutim pasoja shumë të rënda edhe për vendet, për aleatët amerikanëve në vendet e gjirit. Megjithatë, Donald Trump është duke marrë hapa, të cilat tregojnë se ai ka marrë vendim për të lëshuar vazhdimisht kërcënimet në rritje, duke ditur se Amerika mundet të jetë pala më e prekur nga kjo që mund të ndodhë. Pyetja që bëhet është cila është zgjidhja. Zgjidhja më realiste dhe më e mirë për rajonin dhe për botën është ndalimi i menjëhershëm i luftës dhe rikthimi tek diplomacia. Kjo është e vetmja mënyrë apo më e mira që mund ndodhi. Sidomos duke parë paaftësinë e palëve për të rënuar njëra tjetrën dhe për ta mbyllur luftën një herë për gjithmonë. Të dyja palët po e tregojnë këtë pamundësi.
Dhe këto pamundësi të palëve për ta mbyllur konfliktin do ta çojnë atë drejt një konflikti të hapur që do të ketë pasoja për të gjitha palët. Nga ana tjetër, Benjamin Netanyahu me ndihmën e shërbimeve sekrete izraelite Mossadit, ju e dini, kanë kontribuar në bindjen e plotë të presidentit Trump se rënja e regjimit iranian do të ndodhte brenda pak ditësh. Por unë ja kam shpjeguar në ditët e shkuara që Benjamin Netanyahu u shfaq shumë i zhgënjur nga Mossadi izraelit, sepse premtimi i Mossadit që populli i Iranit do të ngrihej në këmbë nuk ndodhi, edhe pse ai kishte premtuar se i kishte të gjithë agjentët gati atje. Pra, në këtë moment nuk ka asnjë opsion më të mirë se sa ndalimi i luftës. Por Amerika nuk e ka lehtë të tërhiqet nga lufta. Veçanërisht kur e dim që të gjitha alternativat janë të këqija. Jemi në një situatë jashtëzakonisht komplekse, shumë të vështirë dhe nuk ka shumë opsione të mira ndryshe. Këtë e tha edhe ish sekretari amerikan i mbrojtjes, James Mattis, pak ditë më parë, gjatë një konference, në të cilën ai ka folur dhe ka kritikuar fort mungesën e një mendimi të qartë, strategjik ushtarak të administratës Trump ndaj Iranit. Këtë ne po e shohim çdo ditë. Kaluan ditët, kaluan javët, tashmë po kalojnë muajt. Dhe parë nga ky kontekst, Mattis paralajmëroi se nëse presidenti Donald Trump e shpall fitoren dhe tërheq trupat, Irani mund të deklarojë kontrollin mbi gushticën e Hormuzit dhe të vendos tarifa për çdo anije që kalon atje. Në të gjitha rastet, në të gjitha vendimarrjet që do të bëhen, ka një problem, ka një vështirësi. Dhe kjo është diçka që Iranët tashmë po e konsiderojnë, sidomos pasi kanë marrë para nga disa anije gjatë ditëve të fundit. Kanë marrë gati $2 milion për anije. A kuptoni se çfarë luhet? Deri tani nuk kanë tarifuar. Wall Street Journal ka raportuar se Irani ka njoftuar disa vende arabe, të cilët i ka njoftuar se ai tashmë do të vendos tarifa për kalimin e anijeve në kanalin, në ngushticën e Hormuzit, të ngjashme me tarifat që vendosen në kanalin e Suezit. Edhe pse kjo do të refuzohet sipas gjasave nga pjesa më e madhe e vendeve të xhirit, pasi ngushtica e Hormuzit është një rrugë natyrore dhe jo një kanal i ndërtuar nga njeriu, pra është një kanal që e ka kriju Zoti. Sfida e Trumpit se mund të pranojë një marrëveshje të tillë gjatë negociatave për t'i dhënë Iranit kompensim për dëmet e luftës është e madhe. Ai madje ka sugjeruar mundësinë e një kontrolli të përbashkët mbi ngushticën, gjë që është shqetësuese dhe pa precedent. Nëse kjo ndodh, Irani mund ta konsiderojë si një të drejtë të fituar me forcë dhe të mos heq dorë më prej saj. Edhe nëse lufta sot përfundon dhe shkojmë drejt një skenari të mbylljes së saj, Irani pas një diskutim do të dalë më i dobët ekonomikisht nga lufta, por më i guximshëm strategjikisht, sepse ka mbijetuar ndaj një lufte me fuqinë më të madhe ushtarake të planetit, Amerikën dhe Izraelin. Megjithse interesi më i lartë i rajonit dhe i botës është që lufta të ndalet dhe të ndalohet shkatrimi i botës, kjo nuk është shumë e mundshme tani fatkeqësisht. Këtë e kanë thënë liderë të shumë botëror, e kanë thënë liderë të shumë të rajonal, e kanë thënë njerëz të mëdhej dhe kanë thënë duket qartë se mendja e qetë, mendimi strategjik, urtësia po i mungon sot botës. Dhe sot ne duhet të pyesim si do të shkojë kjo luftë. A mendoni se Trump i ka mundësi për të tërhequr, apo do të vazhdoj luftën e tij finale? Unë do të kisha dëshirë të dëgjoj mendimet tuaja, pavarësisht se unë kam mendimin tim modest, kjo luftë nuk ka për të ndalur në mes. Mund të ketë pasoja, mund të ketë pauza të caktuara gjatë një kohe të caktuar, por nuk besoj unë të paktën me atë që shoh deri në këtë moment, se lufta do të përfundojë pa fitoren e njërës parë. Zoti bëft atë që është më e mira për vendet e rajonit dhe për njerëzimin. Ne nuk na pyet kush. Ne vetëm analizojmë, shohim me kujdes çfarë është duke ndodhur. Natë mirë për sonte. Miru dëgjofshim shpejt.